urdhërimin e të mira, ndalimin nga e keqja, i kanë konsideruar dietarët shtyllën e gjashtë të Islamit. Po, e vërtet. Po, rëndësia është shumë e madhe. Le të jetë për ju një popull që del dhe urdhëron në të mira, ndalon nga e keqja. Jeni populli më i mirë që keni dalë në tërë njerëzimin, urdhëron në të mira, ndalon nga e keqja, të besoni në Allahun Azza wa Jall. Në emër të urdhërimit në të ndalim nga e keqja, u vra Uthmani. U vra Aliu radhiyallahu anhu. Dhe ta mendonin se po afroheshin tek Allahu Azza wa Jall me të punë. A mund të jetë çdo urdhërim në të mirë, ndalim nga e keqja e mirë? Jo. Prandaj shariati ka vendosur rregulla. Për shembull, sot nga problemet është që thonë nëse i pari muslimanëve, dhe ky është problemi jonë se ne problemet e jashtme sjellim këtu ke vendet tona dhe zihemi njëri tjetrin. Po më që zihemi, unë do ta sqaroj të çështje. Ka bër filan atje i pari atit vendi ka bër gjunahe dhe dietarët kritikojnë dhe më që kritikojnë dietarët, ata dietarë kanë futur burr për shkak kritikimit. Dhe kjo është gënjeshtër. Për atë vend që ta referohen. Jo, s'është e vërtetë. Dietarët kritikojnë dhe haptas, kritikojnë të keqen. E kritikojnë të keqen që bëhet nga çdo kush. Mënyrën e duhur. Për shembull, një nga rastet që Abdul Muhsin Abad, Allahu e ruajt, nga dietarët më të mëdhenj të Medinës, ka kritikuar haptas, gjëra që janë bërë nga institucion shtetërore në atë vend. Dhe ka bërë me edukat, e ka bërë me urtësi, nga një zemër i një dietar që do të mirë në popullit dhe të parëve. Po kur del në forma të ndryshme, kur nxit populli për gjëra të tjera dhe armiqësi, sa hapat shuvin në emër të kujt? Xhelozis për fen. Un kam xhelozi për fen. Dhe duhet ta ndërgjegjësoj popullin. Dhe populli duhet ta ditë vërtetën, edhe i këta rrojnë gjërat. I përzihen. Duhet kritikuar. Dhe përmend hadithin e shahidit, që shahidi më i mirë është ai i cili e thot para, po të thojnë para, të them mbrapa, dhe edhe shpifin, për shembull në shumë raste, s'e të vërtetën. Ose nuk e din, flasin pa dijet paktën, themi. S'kan diçka argument të qartë. Dhe merrem me të çështje nga të harrojnë vetë të tyre dhe nga të harrojnë të tjerët. Dhe un jam me mendimin që po janë çështje që fakt nuk na takojnë në realitetin tonë shoqëror. Po në një farë mënyrë të kanë ardhur dhe janë gataruar në mendjet tona, në mendjet e të rive tanë. Dhe shumë të ri merren me të probleme. Dhe nuk merren me problemet tona që kemi në vendet tona, të ndryshme, që lidhen me besimin, me xhamatin, me xhamit. Hajde. I them dikujt, do të kontribuosh për fen. Hajde hapi xhami. Hajde pso fëmit Kur'anin. Hajde, shiko familjen tënde. Shiko fëmijët e tu, edukoj si i ke. Ku po shkojnë? I pyet ku e ke djalin? Ose di ku kam djalin. Dietarët janë trashëgimtarët e profetëve. E kanë në të vendin e vet pozitë. Problemi është që ndërtohet në paragjykime, ndërtohet në akuza. Nuk ka argumente, ha? Ora më thot mua njëri, ai hyri atje bëri kështu, foli për këtë, ora diti dosjen ti thashun, diti e brendsi. Atëherë dalim ke akuzat, ke paragjykimet dhe ke shpifjet. Pa fakte, pa asgjë. Si në argumentet, shikoj. Paktën thonë nuk di gjë më, nuk e di, nuk flas, sepse një fjalë e cila ti e thon me emocion, mund të prish. Dhe ndërtohet ajo mendimi i keq të vllai, të mendosh keq për dietarët, thosh tradhtarët e fesë, ata nuk thënë të vërtetën, dhe dietarët të vetëm ata të cilët janë në përburgjet. Kriteri, do të jesh burgaxhi. Do të jesh në burg. Kjo është në burg. Pra kjo është këtë, i bën të mia ka qenë në burg, i Imam Ahmedi ka qenë në burg, atëherë ata që janë në burg janë dietarë. Hajde për kufizi. Si është mundur që Imam Ahmedi ishte në burg? Po sta një herë populli dilni ju kontra Ma'munit. Po vetëm se këshillën. Dhe këshilla e çfarë? U bë burrore. E shfaqur e dinte dhe e tha në sy. Që ky mendimi është ndryshe nga ty. Dhe s'u të ndryshe. Se kjo është e vërteta. Doroj deri në fund. Dha shembullin e mirë. Dhe çfarë? I ndaloi popullin, mos dali me u dert gjaku. Pas historia e Uthmanit është madhështore. Uthmani radhiyallahu anhu nuk kishte fuqi, kishte frikë. Kishte fuqi të vetën? Jo. Po u ndal. Tha, dhe çfarë tha? Kam frikë se mos e mund i pari që bën shkak për derën e gjakut muslimanëve. Çfarë flasin për gjëra madhështore, mdhaja që shkaktojnë problematika. Japin fatva, e japin tonë dietarët janë kanë pesh. Si mundesh ti të bësh llogarinë ti aty dietarit se s'falet flet aty ai. Ora ti një familjen tënde s'e drejton dot, i familje, ke 3 fëmijë që janë të prap 3 fëmijë, dhe ti detyrohesh bësh diçka ndryshe. Ose ke një shoqat, ke një shoqat.
drejtori i shoqatë, je drejtori i shoqatës. Për shkak çfarë thua, kam presione nga këtu, nuk mundem të bëj tën, dhe toleron këtu, toleron atje. Apo jo? Ti ku je në krahasim me kë? Krahasim me një shtet. Dietarët vetëm edukojnë. Dhe disa thënë kështu, tallë me kurset. Kurse. Pse më kurse? Pse s'ka pas kurse? Pra, kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam, s'ka pas halakat? Plot kanë qenë. Koha Profetit sallallahu alajhi wasallam ka qenë me mësime në xhamia, xulafat po ashtu, mos xulafave, tabiinët, gjithçka kanë qenë.